Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së dashit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin për muajin shtator, për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Juftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit gusht, sepse ende s'ka përfunduar, dhe aty përfshihet i gjithë muaji, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe juftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente, sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë, do shohim se si do jetë ky muaj në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të ajrit dhe energjitë shenjave të ujit. Shoh që mund të keni dhe ascendenten ose anë në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me personat të këtyre shenjave. Ju shoh që keni ngecur në mendime negative në lidhje me një dashuri, me një fillim të ri, në lidhje me një takim, me një person. Shoh që është një njohje re për një pjesë prej jush, por ju mendoni se nuk mund të, ndoshta nuk bëhet kjo njohje, nuk realizohet diçka në lidhje me këtë njohje, ose diçka në lidhje me një takim, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Dhe shoh që dëshironi ta bëni këtë fillim të ri, është një fillim i ri i menduar mirë, por gjithsesi unë shoh që do ta realizoni. Rrugën e keni të hapur, pavarësisht mendimeve, ju thjesht jeni bllokuar në mendimet tuaja, sepse rrugën e shoh të hapur në lidhje me një fillim të ri diskutimesh dhe me një takim me një person. Dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë. Ndërsa për personat që mund të jenë në lidhje ose në marrëdhënie, shoh që nuk e di, por mendoni negativisht në lidhje me njohjet, lidhjet tuaja ose marrëdhëniet. Ju mendoni që këto marrëdhënie nuk ecsin. Dhe shoh që do keni negociata, do keni diskutime gjatë mesit të javës, dhe në fund të javës shoh që aty sikur do harini të jeni më të konsoliduar në marrëdhëniet tuaja. Ndërsa në lidhje me punën dhe anën ekonomike, ju shoh që keni ngecur në mendimet tuaja, por dhe në marrëdhëniet personale, dhe këtu flasim marrëdhënie të ndryshme, në lidhje me punën, në lidhje me ekonominë, me persona që keni të bëni me këto situata, por rruga është e hapur, thjesht ju keni krijuar mendime që ju kanë bllokuar. Dhe shoh që do keni negociata gjatë javës së parë, por do keni dhe partneritete. Do keni shumë diskutime, shoh që është një javë ku do keni fillime të reja, mund të jenë dokumenta, mund të jenë studime për një pjesë tjetër, por mund të ketë lidhje edhe me pjesën e shëndetit. Gjithsesi, unë shoh që një person dashamirës do t'ju mbështesi në lidhje me këto fillime të reja që ju dëshironi të bëni. Por mund të keni dhe probleme me institucione shtetërore, dhe këto mund të jenë nga më të ndryshmet, por gjithsesi ju shoh të mbështetur. Dhe do ndiheni më mirë në momentin që ju mund të mbyllni një marrëveshje, mund të krijoni një partneritet nëpërmjet këtyre negociatave, mund të keni sukses në marrëdhëniet, në punën tuaj. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë, në javën e dytë, ju shoh në energjinë e shenjës së ujorit, energjia e shenjave të ujit përsëri dhe energjia e shenjave të ajrit. Kemi shumë energji ajri, dhe tham, mund të keni ascendenten ose anën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Ju shoh që keni bërë shumë durim në lidhje me realizimin e diçkaje. Keni shumë emocione në lidhje me një dashuri, por shoh që keni marrë eksperienca dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju t'i mendoni gjërat më logjikisht. Në lidhje me një dashuri, ndoshta edhe pse gjërat nuk kanë qenë shumë pozitive për ju, ju do filloni t'i shikoni gjërat në një kënd vështrim tjetër, në lidhje me këtë person. Është një person që ka emocione, vjen drejt jush, por ju shoh që ju do jeni duke menduar
marrjen e një vendimi të rëndësishëm në lidhje me një dashuri, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Gjithsesi, në rastin tjetër mund të keni bërë shumë durim në lidhje me marrëdhënie të ndryshme. Mund të jenë marrëdhënie me fëmijët, marrëdhënie familjare, për çështje dhe situata të ndryshme, ku ju keni ngecur në mendime në lidhje me disa situata. Edhe pse i shoh mund të jenë marrëdhëniet e vendit punës, mund të ketë lidhje me anën ekonomike, mund të ketë vështirësi, ka pas vështirësi në lidhje me partnerin, me partneritete të ndryshme, por gjithsesi unë shoh që ju do filloni të ndryshoni këndvështrim dhe do të shikoni gjërat më pozitivisht. Dhe në mesin e javës dytë, ju shoh që do merrni lajme të mira, por ju dhe do çliroheni nga këto situata. Dhe kjo do t'ju bëj që ju të merrni vendime të rëndësishme bazuar në logjikë. Një pjesë tjetër, mund të keni lidhje me institucionet shtetërore, në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme, që mund të jenë probleme te vendi punës, mund të jenë me bashkëpunëtorë ose me persona që mund të keni, por shoh që ka diçka në lidhje me shtetin këtu. Mund të jetë një situatë në studime, mund të jetë një situatë dokumenta për studime, dokumenta për largime, dokumenta për leje qëndrimi, dokumenta mund të jetë një patent, mund t'i merrni nga më të ndryshmet, por edhe për situata të ndryshme që mund të keni që kanë lidhje me dokumenta me shtetin. Gjithsesi, shoh që ju do merrni lajme të mira, por ky lajm i mirë do vi nga institucionet shtetërore. Për një pjesë prej jush ka lidhje me karrierën tuaj që mund të pozicionoheni më mirë gjatë javës së dytë. Është një javë fantastike, pavarësisht vështirësive që keni kaluar. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Atëherë, në javën e tretë keni të bëni komplet me energjitë shenjave të tokës. Unë shoh që një person të vendi punës për një pjesë prej jush është një person që ju admiron, ju adhuron dhe është një person që dëshiron të futet në një njohje të re. Por ndërkohë ju shoh që është një person që ju nuk e shihni këtë person, gjithsesi ju do të jepni një mundësi këtij personi dhe unë shoh që do bashkëpunoni dhe do keni një takim. Domethënë është një energji toke, do jeni më me këmbë në tokë gjatë javës së tretë. Në rastin tjetër mund të keni një mundësi pune. Te puna që jeni, ju shoh që mund të ndiheni të pakënaqur në lidhje me të ardhurat tuaja, me anën tuaj ekonomike. Gjithsesi, shoh që do mendoni seriozisht, por ndërkohë do keni dhe oferta pune. Mund të jetë një punë, mund të jetë një partneritet, një bashkëpunim për pjesën tjetër, se jo të gjithë ndikimet janë njësoj. Në qoftë se këtu kemi partneritete, mund të jetë një pjesë e juaja. Dhe gjithsesi shoh që do keni një ofertë për punën. Dhe ju shoh që ju do rrisni të ardhurat tuaja. Se kalojmë nga treshi, kalojmë te dhjeta. Parat tuaja do jenë në rritje gjatë javës së tretë. Ndërsa për pjesën tjetër shoh që ju do kërkoni një mundësi, ndiheni pak të pakënaqur, bashkëpunoni në lidhje me një pronë, në lidhje me familjen tuaj, ose edhe në lidhje me situata dhe çështje të ndryshme që ju mund të keni, por shoh që aty do t'ju vi një ofertë në lidhje me një shitje shtëpie, me një blerje shtëpie, me një investim që dëshironi të bëni te shtëpia, ose në rastin tjetër mund të jenë disa para që ju keni për t'i marrë. Dhe shoh që do t'ju krijojë një mundësi për t'i marrë këto para. Dhe është një shumë e konsiderueshme. Për pjesën tjetër mund të bëni dhe blerje të ndryshme online gjatë javës së tretë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë, në javën e katërt kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të zjarit që jeni ju vetë, dhe kemi të gjitha energjitë te karta e magjistarit. Gjithsesi, unë shoh një fillim të ri, një dashuri e re ku e kanë kapur dy persona, dhe është një fillim i ri shumë i bukur. Ndoshta ju hyni në një njohje të re. Dhe unë shoh që do jeni në pritje të një përgjigjeje. Por ndërkohë ju shoh në fund të javës 4, ju mendoni që i keni të gjitha mundësitë me këtë person për të realizuar gjërat që ju dëshironi, për të futur në një njohje të re ose për ta çuar përpara njohjen, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja.
Për pjesën tjetër, ju shoh që jeni në pritje të një përgjigje. Mund të jetë një përgjigje për shtatzani, për studime, në lidhje me shëndetin, në lidhje me dokumenta të ndryshme që kanë lidhje me shtetin, në lidhje me udhëtime, sepse ju shoh që jeni në pritje, ndoshta edhe për larguar diku, ose ju ktheheni nga pushimet, por shoh që do merrni lajme të mira, dhe ju shoh që keni manifestuar. Për gjithë ata që kanë manifestuar në lidhje me një dashuri, atëherë unë shoh një realizim. Për pjesën tjetër, për gjithë ata që kanë manifestuar në lidhje me punën, në lidhje me negociata të ndryshme, ndoshta në lidhje me një shtëpi, në lidhje me disa para, në rastin tjetër, në lidhje me partneritete ose bashkëpunime të ndryshme, atëherë unë shoh që ju do realizoni. Jeni në pritje të përgjigjeve, por deri në fund të javës 4, ju shoh të realizuar në lidhje me gjithçka që ju dëshironi. Mund të jetë në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me studimet, me shëndetin, me fëmijët tuaj, ndoshta për studime, për fëmijët tuaj, varet nga mosha që ju keni. Gjithsesi unë shoh fundi muajit ju gjen me realizim. Është një muaj fantastik, pavarësisht disa situatave ku ju keni ngecur në mendime në lidhje me çështje e situata të ndryshme, nëpërmjet negociatave dhe diskutimeve, shoh që do keni takime me një person ose njofje të reja, por ndërkohë do keni dhe partneritete dhe bashkëpunime. Ju shoh që keni bërë durim në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme, por duhet keni pak kujdes me shëndetin, se nuk e thash te kjo kartë, duhet keni kujdes me shëndetin tuaj, sepse gjitha këto situatat vështira që keni kaluar, edhe pse ju do mundoheni t'i trajtoni më pozitivisht, do ndryshoni kënd vështrim dhe do t'i shikoni gjërat ndryshe, gjithë këto situata mund të kenë krijuar, mund t'ju krijojnë dhe probleme lidhje me shëndetin. Gjithsesi shoh një çlirim shpirtëror, lajme të mira, shumë emocione në lidhje me një dashuri. Dhe shoh që ju do merrni vendime të rëndësishme në javën e dytë. Këto vendime janë në lidhje me dashurin për një pjesë prej jush. Për pjesën tjetër, kanë lidhje me dokumenta, me shtetin, kanë lidhje me institucione shtetërore, që mund t'jenë dokumenta, mund t'jenë studime, dokumenta për studime, një patent, një dokumenta leqëndrimi, largimi, sepse shoh që disa prej jush duan të largohen, ose ju mund t'jeni duke u kthyer në shtëpinë tuaj. Dhe java e 4 ju jeni të përqendruar te ana ekonomike. E shoh që do keni oferta dhe ana ekonomike do jetë në rritje, do harri maksimumin e vet. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh që do keni blerje. Mund të jetë blerja një makine, blerja një shtëpie, para nga një trashëgimi që mund të merrni. Gjithsesi është një javë fantastike java e 3 dhe java e 4 ka fillime të reja, lajme të mira, në pritje të përgjigjeve, por fundi javës 4 shoh edhe realizime në çfarë do lloj gjëje që ju prisni për të bërë në fund të muajit. Është një muaj fantastik, edhe pse mund të ketë ato ka disa situata të vështira për shenjën tuaj, jo për të gjithë pjesëtarët e shenjës, varet nga datat e lindjes. Gjithsesi unë shoh do marr një mesazh nga angjëjt për të parë se çfarë ju thonë. Dhe kartat janë. Atëherë, ju thot do jeni shumë romantik gjatë këtij muaji, do bashkëpunoni me persona të tjerë, por dashuria thot është një hap para martese. Për gjithë ata që hynë në një njohje të re ose ndiheni të dashuruar, atëherë jeni një hap para martese, një hap para një bashkëjetese, një hap para një fejese. Është diçka që ose një lajm që mund të merrni në lidhje me punën nga ana ekonomike, jeni një hap para për të realizuar gjërat që ju dëshironi. Është e nevojshme thot t'i bëni gjërat sistematikisht gjatë këtij muaji, sepse gjërat do vinë vetë. Ndryshimet që ju kërkoni do vinë vetë. Është një muaj ku do merren vendime në lidhje me ndryshimet që ju do bëni. Dhe do të jepni zgjidhje disa situatave që ju keni. Gjithsesi, kjo tregon lajme të mira, tregon një romancë, tregon një njohje të re, tregon lajme të mira në lidhje me punën nga ana ekonomike, por dhe në çështje dhe situata të ndryshme që ju do keni. Gjithsesi, jeni të mbështetur nga ëngjëj më të lartë ose nga energji më të larta. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve.
Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ju uroj përsëri një muaj sa më të mbar të gjithë ju. Atëherë, dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe një mbazite sa më të këndshme për të gjithë ju. Dëgjojmë te videot e radhës.